Në këtë sofër gjigante dhe me këtë pompën e arit bëhet e mundur që të ndahet petalja nga pistili i lules së shafranit. Ku e ke gjetur këtë sofër, mo Justin? E kemi marrë një ranë. Sa pistil na del nga kjo Këtu kova? janë nga 20 deri në 30.000 lule. Dhe nga këto lule dalin 35 gram, 30, 35, 40 nga cilësia e shafranit. Sot është cilësi shumë e mirë dhe pretendojmë që të marrim mbi 35 gram. Pra, kjo është kova që ka çmimin më të lartë. Tu janë 35 lule, dalin 35 gram shafran. 1200 që do të thot 1200 euro. Lulja më e shtrenjtë në botë, që për fat ne kemi një klim të shkëlqyer në Shqipëri që mund ta kultivojnë dhe shumë të tjerë. Për pak minuta marrim frutin. do marrim frytin, do marrim 1200 euro. Nuk i marrim dot sot, do thonë. Se do thahen. Sa ditë do të vini për të parë? 3 deri në 4 ditë. 1 gram sa i ka shkuar çmimi? 37 euro momentalisht. Sa është 1 gram? Sa është? Sa pistila janë? Nga 250 deri në 300 pistila.